Kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndryshime të thella në transportin publik, ujësiellës dhe hapësirat urbane. Një nga detyrat kryesore do të jetë sistemimi i kablove ajrore dhe kalimi gradual drejt infrastrukturës nëntoksore. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Në 10 ditët e para të korrikut do të prezantohet edhe programi Rilindja Urbane 2.0 që adreson një sër problematikash duke ndërhyrë në të gjitha pikat që kanë mbetur më pak të investuara, tha numri 1 i qeverisë. Programi do të adresojë nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësiellës kanalizimeve. Së dyti, do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban, duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vëna në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Do të kemi një park logjistik i cili do të shërbejë bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluese, të kanaleve ujitse dhe njëkohësisht edhe për të gjitha ato ndërhyrje të tjera të kësaj natyre që lidhen me situata post-emergjencë, në mënyrë që bashkit të zotrojnë një kapacitet të munguar deri më sot. Por duke u kthyer për një moment te transporti, po ashtu do të lançojmë konkretisht edhe financiarisht, do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi. Fjalën e tij në përfundim të eventit për infrastrukturën urbane, kryeministri Rama e mbylli me një kritik të drejtpërdrejtë për një pjesë të kryetarëve të bashkive, ndaj të cilëve nuk kurseu edhe paralajmërimin se do t'ju adresohet me emra konkret. Me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë, për komunitetin, pasi
nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktikë të marrë fund.